Me ba marrëdhënie, një burr, 54 vjeç, me vajzën tënde 9 vjeç, e qua profet apo pedofil? Në kohën e sotme mund ta quajmë pedofil, po, në kohën e sotme. Pse çka ndryshimi? Ndryshimi është se shembull vetëm në Amerikë në vitin 1850 në State of Delaware martesa ka qenë deri më 7 vjet. Ke mund ta martosh fëmijën 7 vjeçar në Delaware në Amerikë. Aha. Po çka ka lidhje kjo me ligjin e Allahut? Kjo ka lidhje se në atë kohë ka qenë një gjë normale. Edhe Jozefi Kur ka qenë normale? Një sekond. Jozefi 90 vjeçar ka martuar Marin 12 vjeçe. Kush e thot ata? Haj, ma jep vërtetimin. Po, ta jap, edhe ti e din këtë vërtetim shumë mirë. Haj, ma jep. E thot Gospel of James. Okej. Gospel of James, që e hjellun pe Biblia, që nuk ka vërtet, ha? Okej, ajo është e hedhur nga Bibla, por është e pranuar si histori. Si e pranuar si histori? Okej, tash pyetja. A ka, si pas islamit po ta bëjmë pyetjen, a ka ba marrëdhënie seksuale Jozefi me Marin? Atë nuk e din, po aje ka pas në shtrat. Nuk e din? Ka dal. Nuk e din, si pas islamit, po si pas islamit, a Maria virgjnesh? Maria është virgjnesh kur e ka lindur Jezusi. Po çfarë krahasimit po bën ti atë në vlla? Ne thomi se Jezusi ka lindur... Prit, ka dal, prit. Si mundesh me krahasua molla e darlla? Maria është e vërgjër, si pas Muhamedit se ka prekas shejtani. Ti po thua, du me krahasua Jozefin e Marin me Muhamedin. Muhamedi ka ban seks me Aishën, Maria vërgjër s'ka ban seks me kur ka. Po, si është martuar... Kurani lejon, Kurani lejon me ban seks me vajza para menstruacionit. A, nuk ka pedofili kjo? Si mundet një 90 vjeçar të marton një 12 vjeçare? Unë se kuptoj. Shoko, nuk ka ba marrëdhënie me ta. A ka ba marrëdhënie me ta, si pas Kuranit? Qa kam bë, ka lut ping-pong? Po çka thot Kurani? Kurani nuk thot asgjë për atë Biblia juaj e thot. Po a thot Kurani se Maria është virgjër? Kur e ka lindur Jezusi. Po, që do me tha nuk ka marrëdhënie me Jezusin. Dëgjoj. Qyre, po prit të sfjegoj dëgjuesve. Dëgjoj këta. Atë që të kuptojnë të gjithë. Dëgjoj. Vllazën, unë kam hi drejt në hadithe, në Kuran. Qyre ky njeri. Ky ka kalua në libra jo biblike, ka kalua në Marin që s'bën marrëdhënie me Jozefin. Në Kuran, Maria është e virgjër, që do me tha një budalek ke hin uj shumë thellë budalek. Tash, unë prap të kaloj të Kurani, ti ke me më kësue në Delaware, a ke me më kësue në Angli. Unë për ligjin e Allahut, ti ke me folë për ligj njerëzor. Si pas ligjis Allahut, sura 65:4. E ato nga gratë tuaja të cilat ndërprer cikli mujor, menstruacionet, nëse nuk e keni ditur, koha e pritjes së tyre është 3 muaj. E ashtu ato... Okej, na ljo aty, prit, ka dal. Që do me tha, këto janë femnat që ele nuk jo na ljua cikli mujor. Që jo është na ljua cikli mujor. Këto janë ato që kanë kalua moshën, kur të ndahen, ideti do me tha dasia. Kur të dahen duhet me prit 3 muaj para se mu martua. Vazhdo tash kategorinë e dytë. E ashtu ato që ende nuk kanë pasur menstruacion, ndërkaq për shtatzënet afati... Okej, kush janë këto që s'kanë pa menstruacion? Prit, ka dal. E ashtu thot edhe këto që nuk kanë pa menstruacion. Do me tha, këto që s'kanë pa menstruacion janë martua, si Aisha, janë dan nga burri i parë, duhet me pret edhe 3 muaj me u martua prap, e les kanë arrit menstruacion. Pedofili klasike, që ta pësot drejt Kurani, jo Gospel of James, jo mreti Anglis, Kurani të pëson pedofili. Haj, shpjegoma. Këtë nuk e di këtu, ndoshta e ka shembull për ato vajza që... Për ato që s'kanë arrit menstruacion, prit, dëgjo. Pe lexoj edhe unë, se pas ke verzionin e Sherif Ahmetit si unë. Kjo kategoria 2 të vllazën.
E ashtu edhe ato që ende nuk kanë pas menstruacion, edhe këto duhet me prit 3 muaj, kur janë da pe burris par, me martua burrin e dytë, që mos me kja 7 zanë, që mu martua 2 herë, po ende s'kan arrit menstruacion. Po kjo, vlla, a e zotit kjo? Po kjo pedofili klasike, burr. S'kan arrit as menstruacion. A kishe e ti, me ljajua vajzën tante që s'ka arrit menstruacion, 9 vjeç, mu martua, e munda, e prap mu martua, me një burr 54 vjeç. No, ajo nuk është e vërtet. Këtu ndoshta fol për një numër të vogël. Kadal. Prit. Çka nuk është e vërtet? Çka nuk ka vërtet, vlla? Apo më dëgjoni, apo e shputi ky? Çka nuk është e vërtet? Okej, aty me thirr Hoxhën tash. Jo, nuk e thirr Hoxhën. Thirr Hoxhën! Jam duke rregullu tu te spektrum, një sekond. Thirr Hoxhën me të mua, vlla. Vllazën e motra, sa te thiri ky Hoxhën. Dëgjoni, Kurani kjart fol se lajohet pedofilia me vajza që e s'kan arrit menstruacionin. Do me tha, janë martua një herë, se ideti do me tha dasia, janë martua, janë da pe i burrit, janë martua prap, e s'kan arrit menstruacion. Kjo pedofili që s'ka ma pedofili. Tash kë shkov me thirr Hoxhën. I thot, ku Hoxhe! Kom da me çkatrua she malsorin, po mdali profeti e libri a Allahu të mdalen pedofili. Ri këtu frikacak, ri këtu se nuk ikun. Si nuk ka pedofili, po t'i jo, si nuk ka pedofili me ba marrëdhënie 2 burra, me një vajz para se ka arrit idetin. Ajo si pas teje i vjen se ajo është martuar në moshën 2 vjeçare. Dëgjo, hjekuti mejet, meru seriozisht me fjalën e Allah. Surat Allah më da, okej? Divorci. Kur divorsohet, thot Kurani, sura 65:4, kur divorsohet një vajz që ende s'ka arrit menstruacionin, ajo duhet me prit 3 muaj, që me vërtetua se son 7 zanë, duhet me prit 3 muaj, para se martohet prap, e ndes ka arrit menstruacion. Me gjdo logjik, me gjdo ligj, kjo është pedofili shumë e rëndë, te ka ta, edhe Muhammed Hijab. E ke dëgjua Muhammed Hijab kur e ka tha këta? No, në gjoj një sekund tani, në gjoj një sekund. A më dëgjoj? Po dëgjoj. Vetëm qëndron tem, ma spjego ajetin, mos më kaljo për bigat të amive, okej? Jo, vazhdo. Do me thonë që kjo janë ligjet e ndarjes. Kur gratë ndarjes. Yes, ndarjes, po. Kjo unë nuk i di gjithë. Kjo fol për gjithë temat, po në atë temë përmen edhe një grup vajzash që kanë vones në menstruacionet. Nuk thot vones, s'kanë arrit menstruacion. Po, shambull se disa herë... Prit. E, ka dal, se ti e di mënyrën teme tash. Pse shtove fjalën vones? Për shkak se disa femrave me vones u vinë menstruacionet. Po prit. A e thua ti këta, a e ka tha Allahu? Jo, këtë thonë dietarët e Islamit. Edhe doktorët. O, do me tha dietarët e Islamit janë më të mëshëm se Allahu. Asnjë nuk është më i mëshëm se Allahu. Po pse nuk din Allahu me tha çka po din ti? Allahu thot drejt për drejt. Ato që s'kan arrit menstruacion, janë martua një herë, janë da, që kushti mo martua, edhe një herë, është me prit 3 muaj. Nuk kanë menstruacion. Spjegoj ti tash. Jo fol për një numër të vogël që mund t'i kem pas menstruacion. Prit. Ku thot numër i vogël? Nuk thot numër i vogël, po me logjikën. Po pse pe thua ti numër i vogël kur nuk thot Kurani? Këtë e thonë dietarët e Islamit, e thonë, ndoshta këtu flitet... Po pse, pra po të bëjnë pyetjen. Këta dietarët e Islamit, a janë më të mëshëm se Allahu?
Asnjë nuk është më i mençëm se Allahu, këta janë Po komentues atë të na pse jashtu, pse ju duhet me ndihmua Allahut? A thot Kurani se Kurani është i qartë. Çdo ajet është veç shpjegues i qartë. A thot Kurani këta? Normal se është i qartë, po. Po atë na pse nuk po është qartë, po të lypën ty shkolltarët me ta zbukuru me di budalli. Kthehemi prap, prit të lexojmë, të shpjegojmë edhe herë. Dëgjoni vllazën. Këtu janë 3 kategoria njerëzish. Nuk thot pakic, nuk thot shumic. Këta janë sipas moshës. Kategoria e parë. E ato ngra tuaja të cilve u është ndërprer cikli mujor, menstruacioni, nëse nuk e keni ditur, koha e pritjes e tyre është 3 muaj. Kategoria e parë. As pak as shumë, atyne që vën ndërprer menstruacioni. Do me tha, këto janë gratë, kjo varet, do janë 45, do 48, do 50, do 40, kjo varet. Okej. Kategoria dytë. E ashtu, kur thot e ashtu do me tha, e të njëjta gjë, me prit 3 muaj. E ashtu edhe ato që ende nuk kanë pas menstruacion. As nuk thot pakic, as nuk thot kanë vones, e ashtu thot edhe ato. Këto janë të gjitha vajzat, si këto që kanë arrit menstruacionin, këto janë që më ndërprer menstruacioni, këto janë të njëjtat të ciljave nuk kanë arrit menstruacion. Edhe grupi i tretë, ndërkaq, për 7 zonat, këto janë në mes. 7 zonat janë këto që kanë arrit menstruacion edhe jetojnë e janë të fryqme. Ndërkaq, 7 zonat, afati i pritjes e tyre është deri sa të lindin. E kush i friksohet Allahut, ati a i letëson punën. Tash vlla, ma shpjegon ti mua, pse ti po shto fjalë Kuranit e thua, pakica që u vanua menstruacioni, pse nuk e thot Allahu ata, apo jeti ma i meqim se Allahu? Këtë e thonë komentuesit e Kuranit edhe vetë profeti ka thonë. Pra po ta bën pyetjen, pra po ta bëjnë pyetjen. Duhet të dëgjosh. Ju krishterët nuk dëgjoni. Pra prit vlla, prit. Pra po ta bëjnë pyetjen. Ku i beson ti? Kuranit apo komentuesve Kuranit, të cilë nga tyrpi munon me zbukurua fjalën e Allahut? Nuk ka me zbukurua. Unë besoj Kuranin edhe besoj Allahun, edhe i besoj dietarët që na mësojnë. Okej, po kur bjen kundërshtim dietari me Allahun, ku i beson? Nëse një kundërshtar bjen me Allahun, normal se me Allahun jemi ne. Nuk kemi me kundërshtar. Okej, që Allahu po të thot, nuk thot as pakic, as nuk thot që ju ka vonua. Allahu të thot drejt për drejt, të thot që ato që nuk kanë arrit menstruacion ende. Okej, unë të tregova, kjo flet dietarët thonë për një numër të vogël që kanë vonesë në menstruacione. Tani, po vlla, unë po të kuptoj çka the. Po pse nuk e thot Kurani në numër i vogël? Që do me tha me bë pedofili me një numër të vogël, jo me një numër të madh. Pra po pedofili dhe numri i vogël. Vlla, unë po të thom, unë po të shkoj te Biblia, te Kurani. Ti po më shkon libra apo krifa që kisha nuk mundet me i pranua, se nëse ke logjik, ta shpjegova bukur. Jakobi ka vdek kur ka lind bas vdek Jezusit. Apokrifa e Jakobit është shkrua 200 jetë mas vdekjes ti. Si ka mu Jakobi, morin gjallë nga vdekja me shku apokrifën. Për ata kisha, ka mohua këto libra. Si ka pranua? Tash, ti që di anglisht, dëgjoje Muhammed Hijab, që ka thot? Që aty e me reflektuan surën Talak. Unë po va përkthej pas aty të popullit. Dëgjoj me vëmendje. Prit. Prit. Më falj, më duhet mja qua zanin. Prit të kthej prap. Dëgjoj. Ky ka me tha këtu vlazën, ka me kja fjallja anglisht se po dua njerëz që po na dëgjojnë, po ka ra numrat se e lejo mi blokua mu këtu, thotën shumë vende nuk mundet mu pa ma ky video, por po vazhdojmë bjesedën me Agronin. Këtu thot që nëse lexon vetëm Kuranin, çka do me tha Kuranin? Pa me lejua shkolltarët me inimu Allahu. Dëgjoj çka thot. The reason why it's haram to have sexual intercourse with a 5-year-old is not found in the Quran at all. If you just read the Quran, it is halal, it would be halal to have sexual intercourse with 5-year-olds. In Surah Al-Talaq, chapter 65, verse 4, Allah subhanahu wa ta'ala tells us who you can divorce and who you cannot divorce. And then he says, وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنِ
وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ, and the ones who had never been pubescent before. And by the way, this is very important, yeah? I want all Muslims to be aware of this. The reason why we don't have sexual intercourse with 5-year-olds and 6-year-olds and 7-year-olds or whatever is not because of puberty. Wait a minute, what did you say? It's not because of puberty, because that verse in the Quran actually says لَمْ يَحِدْنَ. They never had puberty before. You can't go around that. The Quran doesn't say anywhere in the Quran that the woman has to One be verse. pubescent. I dare you to find one verse in the Quran where it says you're not allowed to marry someone based on harm, or you're not allowed to have sexual intercourse based on harm, or you're not allowed to marry someone based on puberty. So if you're Quran alone, you're allowed to have sexual intercourse with 5-year-olds. Get me one verse in the Quran which says the woman has to be pubescent. One verse. I want one verse in the Quran from the beginning of the book to the end of the book which says that she has to be pubescent. Okej, vazhdi shpjegoj njerëzve që s'ka ditë e gisht. E kuptoj. Këtu është një debat i Muhamet Hijab, ky është një polemist islam shumë i njohur, e aty me bën debat me një musliman tjetër shiajt. Po ky shiajt, ky është vetëm Kuran only, thot. Besoj vetëm Kuranin se nuk i besoj hadithet. Tash, ky thot, nëse beson vetëm Kuranin, thot, atëherë na ke drejt mu martuale me vajza 5 vjeç, se thot Kurani drejt për drejt. Njëjtën varg që unë ja lajova vllau son me lexua këtu. Sura Talak, 65, ajeti 4, thot, lam yahedin, nuk kanë pa dhe menstruacion. Muhamet Hijab thot, nëse shko si pas Kuranit, mu që me ba seks edhe me 5 vjeçare. Hajtash, spjego ma ti. Okej, unë ta spjegoj vlla, shqyr Zoti që më ke mua ti edhe vëllezërit musliman që më kanë. Okej. Po, shpjegoma, dëgjo. A je maj meqim ti se Allahu, ma shpjego ti tash, kush e maj meqim, ti Allahu, jepi. Allahu. Allahu thot me ba seks me vajzë 5 vjeç, hajtash me shpjego ti. Okej, shumë pyetje mirë. Tani, në Kuran thot se thot ne kemi sjellur Kuranin edhe diçka të njëjtë me të, e ka fjalën për hadithin. Ne besojmë edhe Kuranin edhe hadithin. Në hadithe edhe në tafsir, Muhamedi alayhis salam ka thënë, për një femër të martohet, duhet të plotësojë ca kritere. Duhet të jetë e rritur në moshë, duhet të ketë menstruacionet, duhet të jetë në moshën e pjekurisë, edhe kështu me radhë. Shumë mirë. Okej, nëse beso hadithet, Muhamedi bani marrëdhënie me Aishën në 9 vjeç kur ajo ishte të me luaj me kuklla. Kuklat janë haram në Islam, apo? Ku janë lajua kuklat me luaj? Vajzave të rritura apo vajzave të mitura? Ajo 9 vjeçare ka qenë në atë kohë dhe ndoshta ka luajtur me diçka, nuk kanë qenë kukla. Me kukla, thot ajo vetë, thot. I was playing with dolls. Tash tregom. Ku i lajohet me luaj me kukla? Vajzave të rritura apo vajzave të mitura? O, burri dhëut, sot ke njerëz 40 vjeçar. Vlla, përgjigj ma pyetjen burr, je ku njerëzve. Apo kupto prap. Unë foli për Kuranin, për Muhamedin, për Aishën, ti thua njerëz. Po je ku njerëzit jam katnor. Ti më trego mua. Kush lua me kukla? Sipas Islamit, ku i lajohet me luaj me kukla? Vajzat e rritura apo vajzat e mitura? Mune t'jetë një vajzë re si Aisha që loz me kukla, nuk ka problem ajo. Vajzë e mitura, po? Një vajzë e re, shembull ajo ka qenë në moshën e re. Po, vajzë e mitur. Që ka qenë në atë kohë një gjë normale martesa me 9 vjeçare. Si ka vajzë gjë normale? Pse thot Jezusi, dëgjoj prap. Jezusi 6 shekuj para Muhamedit, kur e ringjall vajzën 12 vjeç i thot Talita kum ngritu. Edhe ajo ringjallet nga të vdekurit. Nuk i thot gunej, grua. I thot Talita kum, vajzë e vogël, i më thot 12 vjeçares. Si munet 700 vjet, mas kësaj ngjarje, vajza 9 vjeç me kjen rritur, kur vajza 12 vjeç në kohën e Jezusit është vajzë e vogël. Një sekond, edhe mos thuaj se nuk është në Bibël se Maria. Normal se edhe në Kuran nuk është se Aisha ka qenë 6 vjeçe. Nuk është në Kuran. Është në hadith, janë fjalët e Aishës. Po, edhe e besojmë ne. Edhe s'kemi problem fare. Po, e besojmë sa kjen 9 vjeç Aisha. Ne e besojmë edhe se kemi problem fare.
E beson sot janë atë vjeç që s'ke problem se burri 54 vjeç ja ka plas hajmenin vajzën aq vjeç. Thuaj edhe herë se beson ta. Po, e besoj se në atë kohë ka qenë tjetër kohë dhe vajzat kanë qenë më të pjekura Se ka kja tjetër kohë? Jo, në fakt, me shkenc vajzat rritën tash ma shpejt. Po pse State of Delaware deri më vitin 1850... O, fjeku Delaware, që ku ka gjo ky? Që ku më ka gjo? Në Delaware më ka gjo. Vlla, a nuk të qenë ty Kurani? A nuk, a uren Kuranin ti? A jem të me pojtë për ligjin e Zotit apo për ligjin njerëzor? Ej, të dalim, unë besoj se ka temë më importante se kjo. Prit, dëgjo. A A jetë të folë për ligjin e Allah, unë ta bëna pyetjen. Ti the vajzat atër janë rrit ma parë, si pa shkencet. Ku rritën vajzat ma shpejt? Tash atër. Atëherë kanë qenë më të pjekura vajzat se sot. Si pa shkencet? Po normal ti edhe në Maqedoni, po jo, ma shkenca thot se sot u vine vajzave menstruacioni ma heret se hajnë ushqime me hormone. Që do me tha, je mytën shkum të detit, e je ty mu kap dikun, e s'ke ku mu kap. Lutëm ma përsrishto, se këta po më duke shumë e rëndësishme. A prano se ka kja, vetëm më përgjegje drejt për drejt. A ka prano se ka kja isha në atë vjeç kur Muhamedi 54 vjeç ka hip me saj e ja ka plas hajmenin edhe është e pranueshme për ty. Po jo. Si pas haditheve të sakta që kemi po, ashtu si pas haditheve. Lumt, na dorën. Ja, ta jap dorën.